kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Allahu thot, natën pak kanë flajt. E që kanë bukta natën? Allahu në gjellë kanë edhe natën. Namazi natës të rrëdhë dhezër, a është farz? Jo, nuk ka farz. Nuk ka farz. Nëse një njëri kur s'fal namaz natë, a me falë 5 vakte rrët për harameve, a musliman, po musliman, është kanë gjenet, po inshallah. E pse këtu Allah kur për i kalzan banorët e gjenetit, po përmendi qka që nuk e bën gjithë kush. Për shkak se që shka dalimin dë një, dalimin e të nëdoja. Ande këtu Allah për elitartë, po fletë për të meqmit, që e din me kalklu, a me flajt, a mos me flajt. Ata kallu ndryshe, jo si tjerë të vëdhë. Edhe shikoni të vëzër bukurin e kësë shprej, se këtu ka, në këtë jetë, shumë ka me thonë. Vesh 2 dobi. Allahu nuk po thotë, kanë qënu të zgjuar gjatë, po thotë, kanë flajt pak. Cëla është pjesa që lavdrohen? Pse kanë flejt pak, a kanë e qutë gatë? Për shka lavdrohen ata? Për së në pjesë, për që kanë flejt, a për që në konë qutë? Po për që në konë qutë, livdojnë, për që kanë flejt, apo? E pse po i lavdron me gjumë, e së po i lavdron me zgjim? Pse? Kjo shumë është e hullot. Qëto është e që e kime cikën, ta kime e konë vedia, që Korani ja besimtarët, me vedisu qysht i modë sentër. Nga sa ata, kur kanë flajt për mu që mu falë, jo pëse i ka kap gjumë jaftën. E këpëtën, se surja po të mësën se në fund, wa ma khalaqtul jinna wal insa, ti e kërë për ibadet, tash këtë qëllim tjetës, duhesh me e shëndru në mënyrë të menduarit, në koncepte, në kalkulime, krejtë të shë kalkulan. Edhe kur flanë tash nuk flanë se, qysh pse flej natën, e kur me flejt, vazhdojmë, vazhdojmë, fleja. A i flenë, jo, thot, nëse e sapi e qëtë mos me flejt, nësë fleja, me ishtë të matën i herë. Në i flenë sa me pushu, me marë forcë, nga se jetë është adorim. Andë e ka përmen edhe gjumin, përshka këse edhe gjumi i këtyne elitarë është ibadet. Mos klasin për zgjimin e tyne. Komenti i dytë është, kanë thonë djetarët, ata do më thonë, nga nata, kanë gjithë pak kohë për adhurim aftën. Mos kanë flejt ta natën aftën. Pak kanë gjithë vakt aftën. Kanë flejt, po dhe kanë gjithë pak vakt për adhurim. Që kjo është i mirë, në përshtatët aftën. Që shtuja njës të një për me shku matutja. Do më thonë, nuk qenë kanë menquri. Së është menquri. Nuk është tregues i devotshmëri së qëndrueshme dhe cilësore, nëse flenë gjithë natën të në sabah. E sa mund me konë të një menquri që flenë e ti kësa bo se falë heq, të një kjo është me kalkulimet e as beduineve zëllë model. Sa i bile fashën e ka diqë me falë me vak vetëm. Ta as me kalkulim beduineve nuk del që mos me falë sa bojnë me vak të këtu. Zëllë Allah, sërë sot. Pasë Allah thot, wa bil eshari hum jes të këfirun. Ta një ku vjen kuhe fundit, ka fundi, ata e kalon në kërkim falje. Por me dhe zëndorë, qëfar përullje? Në mund falet natën, prish gjumin. Edhe për ta që falen shumisën e natës, jo si që shumë na, që aty përgut një 10 dakika, 5 minut para sabat, mu alhamdulillah, edhe kur përmenet namazi natës, a i thot në vetin, unë qonë apë. E në gjithë vetin nga ata që falen namaz natën. Jo, për ta që falen ka 3 orë, 4 orë, për që sa Allah për shëtët? A për këtani? Edhe i në fund të të estakfirullah. A i së përna thot, a i që bëni istikfar. Allahu po u anëzirë publikisht sekretet e parulljes, në nështrimit, modestis, para madnisë Allah të vare kotale. Në qitë këtë adurim edhe se kalvët beqimi, se kap me një madhësia, absolutisht. Nuk thotë, hamna që më pëfona, këta banesa këtë të flejtjen, hamna, jo, Allah, ata flejnë është ta, po s'dijet, unë i kom gjinohet e mija, i kom punë të mija. Nuk lejon të mashtrohet kun nga punë të mira, nga aktiviteti, e shë vetën bërshli gjithmonë në raport me Allahun te barekotal.
Në përme që ka Allah i ka jep, pak është duke bo. Ma djela të herë kër e bën në filen, jo vetëm farzin. Në ka 2 punë i bën, 3 punë i bën, e pret aplaudime, pret certifikata, pret mirë njëve, pret me ullë dikon. Puna, ec,